për mu këta prind jëm viktim. Jëm viktim e shoqërisë tonë edhe viktim e institucioneve tona. Për çfarë edhe unë ceka që do të më fokusu ma shumë te fakti që institucionet, këtë rast edhe shteti, ndoshta nuk e ka bë vendimin e duhur që prindrit e këtij fëmijës i ka vendosur në paraburgim. Ndoshta ata kanë nevojë për një trajtim special nga psikologu, nga psikiatri, nga domethënë institucionet e duhura që janë për mirëmbajtjen e këtyre personave dhe për me kuptu thelbin që pse ata kanë arrit në këtë pikë, pse ajo nën ka arrit në këtë pikë që me ja bo atë dhunë, ashtë marrësh me fëmijës vetë. Edhe shoqëria njëkohësisht do të me ka nevojshme edhe mos më gjiku, unë e thash, për mu këta prind jëm viktim. Jëm viktim e shoqërisë tonë edhe viktim e institucioneve tona. Për këta do të më fokusuna që me zgjedh thelbin e problemit. So shumë letë mi marë dy prind që kemi burime të sigurta që nuk janë mirë nga mendja atyre, kështu që është mirë që ata mi trajtu në mënyrën sa më të mirë edhe sa më korrekte, që mos me pësu dëmet të vazhdueshme. As prindrit, as fëmijë tjerë. Për këtë arsye e thash. Jo, nuk mendoj që duhet më shu as në paraburgim e as në burgim. Unë mendoj që nëse nana nuk ka qenë mirë edhe jashtëtamart kur ka qenë beqare pe fëmijërisë, mendoj që është dashur më dërgu në shtëpi që duhet më konë direkt për këta njerëz të tillë. Për shembull, siç e kemi shtëpinë sot që kemi donatorë të ndryshme, siç është Halil Kastrati që e bën për domin e plegjeve, që sot s'ka për shembull me konmendajt, për shembull një nanë ose një babë që është pleqëri që dërgohet në shtëpi të plegjeve. Pse mos me pas një shtëpi dhe këta njerëz që për shembull janë mirë psiqikisht që nga femeria.